kum dëshu edhe kum thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konkurth. Detonimi ka qenë shumë i fortë sa që më ka hupe edhe balancë. Dhe kam vrejtur se aty një person ishte i shtrirë. Është problem u blinë trega jera më tëtë. Është problem u blinë trega jera më tëtë. Vendin e punës e kishin të përbashkët për vite të tëra. Eles Peci bashkë me Avni Shalën ishin kolegë me rreshterjen Afrim Bunjaku deri në orët e para të 24 shtatorit 2023, kur Bunjaku mbeti i vrarë në një sulm terrorist. Dy zyrtarët policor ishin dëshmitarët e radhës në gjykimin për sulmin në Banjsk të Zveçanit. Peci tregoi se me të arritur ata te kamionët barrikadues në hyrje të fshatit Banjsk, kishte dyshuar për një kurth. E kum vërejt se diçka sa në rregull. E kum vërejt se fshati shumë terë, drita shumë rrallë. Rruga ka e u përshkruaj shumë nakë, shumë ndryshim i fortë. Kur kjena avyt nga kolegëve tonë të kufinit, në një shës, afër 2-3 metra, one kum dëshu edhe kum thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konkurth. Mirë po pak qaste më vonë, ajde të ishte dëshmitar i shpërthimeve e sulmeve të shumta. Detonimi ka qenë shumë i fortë sa që më ka hupe edhe balancë. Detonimi ka pasu me njerë me të shtëna armësh. Të kalibrav të ndryshëm, prej 762 e deri 12.7 e Gulinovit, ka pas të shtëna armësh në drejtim tonin në formë të honës. Bashkë me Peci në një pozicion tjetër, në atë momente ishte edhe zyrtari policor Avni Shala. A i rrëfeu momentin kur kishte kuptuar se rreshteri Bunjaku ishte qelluar për vdekje. Kam arritur të kthehem përsëri tek automjeti im, kam me dur. Aty kum përgjigju zjarri nga drejtimi që kam vlerësuar më shumë që duke ardhur, nuk di sakt pas sa kohëve kam shiquar nga drejtimi ku ishim ne i barrikades dhe kam vrejtur se aty një person ishte i shtrirë. Gjatë kësaj kohe Shala kishte arritur të dëgjonte edhe sharje që vinin nga sulmuesit serb. Pasi që detonimi dhe gjujtin nga anë të ndryshme, kryesisht nga fshati, kam dëgjuar më vonë, jo në atë moment, më vonë, edhe sharje gjuhën serbe dhe njëri kohë rafall. Që të dy, Peci e Shala, kishin ndihmuar në tërheqjen e trupit të rreshterit Bunjaku, por që më pas ishin kthyer në vendin e tyre të punës. Ju kthy prapë stacion Zveçan, policia Zveçan. Atu për ca kohë kam ne sigurim të stacionit, sepse mendoj që mund të sulmohesh stacionit. Sulmi 24 shtatorit, përgjatë dëshmive u vlerësua se ishte i mirë organizuar dhe i financuar mirë për shkak të armatimi që u përdor. Sulmi që ka ndodhur ndaj nesh është sulm tipik ushtarak. I trajnuar fort mirë. Nuk ju mballafaqu asnjëherë në jetën tëmë që është me qëtësën. Edhe i financu shumë mirë. Armatimi si ka qenë nuk mundet mu blenë trega i armatin. Është problem mu blenë trega i armatin. Domethënë është i financum direkt normal prej servis. Gjykimi ndaj Blagojës Pasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović do të vazhdojë edhe të premten.